Atëherë e pam që sot për të 90-ën herë me radhë dështoj formimi I komisionit I cili e mundson votimin e fshet dhe kjo për arsyen sepse partitë opozitare në kuvend po refuzojnë të marrin pjesë në votim, që do të thotë për 90-ën herë radhazi po bëjnë shkelje të kushtetutës duke mos marrë pjesë në votim në procedurën kur jemi në konstituim të kuvendit, ndërkohë që lëvizja vetëvendosje me gjithë deputetët e saj dhe shto këtu edhe disa deputetë të partive pakicë në kuvend, për të 90-ën herë radhazi janë këtu për të votuar, sepse jemi të interesuar që ky komision të formohet dhe ta shfrytëzojmë edhe një të drejtë që na jepet në vendimin e gjykatës kushtetuese të gushtit të 2014, pra shfrytëzimi I procedurës së votimit me votim të fshet. Po e shohim pra edhe një herë tjetër që qëllimi I partive opozitare nuk është zgjidhja, është vazhdimi I blokadës që ata vetë kanë krijuar qysh në fillim të konstituimit, qysh në fillim të sagës së këtyre seancave të vazhdueshme, fillimisht duke refuzuar të votojnë komisionin për verifikimin e mandateve, ndërkohë më pastaj duke refuzuar të marrin pjesë edhe në procedurat e tjera të votimit, qoftë ai I hapur dhe tash ky I fundit, pra duke bllokuar madje edhe krijimin e komisionit për të mundësuar këtë votim. Ndërkohë që kemi parë që vazhdueshëm ka deklarata të ndryshme, e kujtojmë statusin e kryetarit LDK-s datës 8 prill, kur thotë që jemi pro konstituimit të kuvendit dhe nuk do të bëhemi pengesë për konstituimin e institucionit më të rëndësishëm në vend, ndërkohë që vazhdojnë për kaq shumë herë radhazi kemi pikërisht pengesë për konstituimin e institucionit më të rëndësishëm në vend, ndërkohë që dëgjuam sot edhe deklarata të tilla që ne në asnjë mënyrë nuk e votojmë asnjë kandidat të vetëvendosjes, por nuk duam as të shkojmë në zgjedhje të reja, që do të thotë që është absurde dhe madje as vetë ata nuk po e dinë çfarë po duan dhe çfarë po veprojnë, por vetëm thjesht janë të sigurt që duan ta vazhdojnë bllokadën në kuvend dhe mundësisht ndonjë koalicion me ata me cilët janë mësuar të qeverisin në të kaluarën, pra PDK-n e partitë e tjera politike. Lëvizja vetëvendosje është partia e parë fituese me 42% në zgjedhjet e 9 shkurtit, I kemi 48 mandate në kuvend dhe jemi këtu për të mundësuar konstituimin e kuvendit, të një kuvendi që nuk është vetëm I partisë fituese, pra në këtë rast I lëvizjes vetëvendosje, por që është I të gjithë deputetëve dhe gjitha partive politike që janë pjesë e kuvendit, dhe këtu përgjegjës janë të gjithë dhe të gjithë duhet të tregojnë gatishmërinë e tyre që kuvendi të konstituohet sa më parë. Pra një gjë të tillë nuk po e shohim, prandaj po vazhdon bllokada për Çka ka të bëjë zonja Haxhiu këto, sepse nuk jemi duke votuar për zonjën Haxhiu, jemi duke ngecur, jemi duke dështuar në votimin për krijimin e komisionit që e mundson votimin e fshet. Kështu që nëse nxjerrni paralele të tilla, nuk keni nevojë të na I rikujtoni. Nëse doni të rikujtoni, analizojeni pak më mirë. Kosova në një kohë tjetër ka pas 6 muaj të plota pa qeveri, kështu që lëvizja vetëvendosje asnjëherë s'ka qenë pengesë për krijimin e komisionit. Ne gjithmonë kemi marrë pjesë me votim, as për krijimin as për konstituim të kuvendit dhe më tutje. Kështu që më leni ta përsëriti, është e 90-a herë me radhë që po dështon votimi për krijimin e komisionit, nuk po dështon votimi për kryetaren e kuvendit zonën Albulina Haxhiu. Kështu që veç ta qartësojmë këtë gjë, mos ta bëjmë. Po. Është ndrimi joni që nuk do të votojmë asnjë emër tjetër për nënkryetar të kuvendit nga radhët e PDK-s përpas Najt Asanit dhe Sala Jasharit, ndërkohë që edhe ne kemi vendosur reciprocitet ndaj LDK-s dhe nuk e pranojmë asnjë propozim prej anës së tyre. Pra nëse po duam të hyjmë në këtë ciklin e dëshirave dhe ta zhndrojmë kuvendin në vend dëshirash dhe jo vend numrash siç do duhet të ishte, e këto parti nuk po e pranojnë të tillë, atëherë le të vendosim këtë lloj kriteresh, pra meqense ata po kanë preferencë këta zgjedhim ne dhe ta propozojmë ne për kryetar të kuvendit, edhe ne po I themi preferencat e tona, pra Najt Hasani dhe Sala Jashari janë pranueshëm askush tjetër nga PDK për nënkryetar të kuvendit, ndërkohë që nga LDK në shenjë reciprociteti s'po pranojmë asnjë kandidat. Po, të lutem? Edhe unë besoj kam drejt me u përgjigj kujt du, edhe po tentoj me I dhon hapësirë secilit prej gazetarëve me bo pyetje. Tash nëse ideja është m'ia zon hapësirën të tjerëve kolegë të tu, është tjetër gjë, po megjithatë le ta dëgjojmë. Po, të lutem?
Kush po thotë që nuk mund të ndryshojmë mënyra e votimit? Shiko, ne gati po hym në javën e 5 prej kur do të presim një përgjigje prej gjykatës kushtetuese lidhur me dy kërkesa që tashmë janë në gjykatë dhe po presin trajtim, dhe njëra prej tyre është kërkesa e lëvizjes vetëvendosje lidhur me manipulimin e votave të mërgatës, dhe tjetra është kërkesa e një numri të deputetëve lidhur pikërisht me votimin e fshat. Kështu që ne po bazohemi në një akt vendim të nxjerrë po nga gjykata kushtetuese në një situatë që ishte krijuar kohë më parë në Kosovë. Pra, nuk kemi duke ndryshuar formën e votimit. Ne jemi tek krijimi i komisionit, i kemi 48 numra dhe edhe po t'i kishim 80 mandate si vetëvendosje, prap kuvendi, kryesia nuk do t'i takonte vetëm lëvizjes vetëvendosje. Prap do të kishte me qenë e përbashkët vetëvendosje dhe partitë e tjera cilat kanë pjesëmarrje në kryesit kuvendit. Pra, mos të presin këta deputet, cilët për kaq shumë me herë radhazi kanë ardhur në kuvend dhe madje s'kan ngri dorën fare për të votuar, që kuvendit konstituohet vetëm prej lëvizjes vetëvendosjes, sepse është i të gjithëve dhe secili prej neve ka përgjegjësinë për ta konstituuar kuvendin. Faleminderit shumë.